Është zhvilluar këtë të premte mbledhja radhës e Këshillit Bashkiak të Shkodrës, ku miratuan 8 pika të rendit të ditës, mes të cilave vendimi për miratimin e vlerës maksimale të subvencionit të qiras dhe të nivelit të qiras mesatare në treg të lirë për vitin 2025 për tregun e Rusit. Referuar edhe punës bërë nga Skënderinoni për lidhjen e kontratave me tregtarët e Rusit, si dhe në bazë diskutimeve dhe takimeve të herëmashershme që kemi pasur me këto tregtarë, vërejt një rezistencë ai përket vijimit pagesës së tarifës ekzistuese, e cila ka synim që të ndërtojë një mekanizëm i cili ndihmon në rritjen e qëndrueshmërisë me qëllim realizimin e aktiviteteve për të cilat Skënderinoni funksionon. Prandaj paraqesim përpara jush një propozim i cili ka të bëjë me faktin që Bashkia Shkodër angazhohet që të mbështesë me fonde Skënderinonin për sa i përket kësaj tarife, pra tarifa të ngelet 7.000 lekë, ndërkohë tregtarët të paguajnë një vlerë prej 4.000 lekësh në muaj, ndërsa Bashkia Shkodër të subvencionojnë një vlerë prej 3.000 lekësh të reja në muaj. Kjo për t'i dhënë një qëndrueshmëri financiare Skënderinonit, por edhe për të mbajtur në treg ato tregtarë të cilët kanë vite që tregtojnë, për të mos i larguar ato dhe për ta mbajtur për të qëndrueshëm këtë treg që funksionon që 30 vite tashmë. Por propozoj që paketa fiskale e vitit 2026 të ketë një tarif më të ulët për këto dhe jo subvencionim për këto banaqet. Pra të parashikojmë një taks më të ulët për ato tregtarët aty. E para është kjo, e dyta, bëhet fjalë për tregtarë të fruta perimeve, bëhet fjalë për tregtarë të bylmetit, përsa sepse dhe tarifa është ndryshme ndjenin teme për banakët. Thoj që kjo është një politikë bërje edhe një vendim i Këshillit Bashkiak që është marrë më përpara për caktuar tarifë 7.000 lekë, e cila reflekton kostot, shpenzimet për mirëmbajtjen edhe administrimin e këtij tregu, por reflekton edhe mundësinë për të krijuar përshëndetje të ardhurna për me ndërtu vetë tregje. Kjo është një diskutim i hapur dhe jemi për gjitha opsionet e mundshme që vetë këshilltarët e ju do sugjeroni për me votu, por thjesht kuptojmë pak thelbin e kësaj. Për shan dhe rasti konkret për tregun e Rusit, duhet kuptoni që nuk ka shaja që ka rrit kostot. Është standardi edhe cilësia e ofrimit një tregu të ri që rrit kostot. Pra kjo është gjëja e parë. Krahasojmë se si ishte me si është, diferenca është shumë e madhe. Është e qartë nga ana e hyrë me kuptuar që me dashur të marrë një standard të tillë të një tregut ka kosto krejtësisht tjera për me e mirëmbajt, për me shërby, për me menaxhu dhe kryesorja për me kanë gjende po të njëjtë për qëndrueshmërinë dhe vitet tjera. Për vitin 2026 të rishikohet paketa fiskale. Pse duhet taksa paguesit shkodran të hedhin taksa dhe t'japin lekët e tyne për me marrë gjallë Skënderinonin. Sipas këtij vendimi, Bashkia Shkodër do të subvencionojë një vlerë prej 3.000 lekësh për tregtarët e Rusit, duke ulur pagesën e tyre nga 7.000 lekë në muaj në 4.000 lekë.